Apo me prek vija të kuqe shtetit. Kritikë ndaj tij po thonë që ky kursi i Kurtit po krijon disponim anti-amerikan. Duke kundërshtuar Amerikën, u ngrit dhe politikisht mes tjerash, u ngrit dhe politikisht. Në fakt, duke çuar mesazhin që Kosova ka nevojë të shlirohet nga ndikimi amerikan. Në fakt që nga viti 2010 në Kosovë ka fillu një lloj ta quash të fushate anti-amerikane. Para ishte Serbia përmes satelitëve të saj, sidomos përmes ministrit Demo Berisha, kishte arritur që me shoqatën e tij, organizatën e tij që vepronte në Shkup, Matica të mbështes struktura qoftë edhe organizate qeveritare apo individ dhe personalitete apo grupe të caktuara për me ushtru një propagandë anti-amerikane. Pastaj kjo vazhdu me rekrutimin e qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët më pas u bashkangjetën edhe luftës në Siri dhe vazhduan kështu një lloj anti-amerikanizmi deri në nivel. Më vonë ju e dini që ka pas edhe në dimension politik, domethënë një lloj investimi të tillë, çka do të thotë se kjo ka vazhdu dhe të jemi të sinqert, unë kam pasur raste me në kuadër hulumtimeve të mia me pa një çështje shumë interesante. Kam pyet për shembull njerëz caktuar për mbështetjen politike dhe persona të cilët kanë pas një qasje anti-amerikane në mënyrë të prerë ka thonë do votojmë vetëvendosin. Ky habitati mendësisë radikale thotë. Minjëherë pse thotë se ky thotë nuk pe profil shëban edhe në thotë që politika vetëvendosës e ka targetu këtë lloj kategorie, ka notu mund të themi në çet farë nivelit të shtrirjes së komunikimit dhe bashkëbisedimit apo mund të themi të krijimit marrëdhënieve përmes formave të ndryshme politike, edhe ka përfitu edhe çka mund të themi se ky habitat tani po duket që shumicë. Fatkeqësisht. Mund të themi që Kosova ka lidhje emocionale me Amerikën, lidhje idilike, jo. Tani është thyj dikur. Me këtë votues në kutitë e votimit me këto vota, nuk e ke. Nëse në kryt të tyre e shohin. Edhe një detaj që është shumë e rëndësishëm, kam pasur rast me pa shqetësime, dokumente të cilat ngrejnë shqetësime të shërbimeve partnerët të Kosovës, se si Serbia dhe partnerët e saj po investojnë në mërgatën tonë. E sidomos të kjo pjesa e anti-amerikanizmit. Po të lutem? Në kuadër të angazhimit tona që kemi për me hulumtu edhe natyra të tilla të opinioneve, e kemi pa që dy probleme serioze janë në mërgatën tonë. Kjo struktura që kishte vepruar më parë në Kosovë, tani po duket ka kaluar në Evropë, e para po investon në islamin radikal. Që është prejk dhe Evropa është në një statë mjaft serioze sa i përket islamit radikal, përkatësisht angazhimeve konkrete që i kanë individ apo grupe të caktuara, madje Zvicra zyrtare e pat një shqetësim se si ishin grumbulluar për një afat shumë të shkurt 50 milion franga për ndërtimin e një xhamie në Zvicër. Sëngallën aty. Dhe dyta që është një problem serioz në Evropë është angazhimi i qytetarëve të shqiptar, qoftë banor apo rezident apo edhe shtetas dyfisht, kanë pas mund të themi një qasje të mbështetjes së formave radikale në Kosovë. Madje ne patëm një adresim të autoriteteve zvicrane të cilët thanë se në Kosovë dyshohet që ekstremistët radikal kanë grumbulluar parë në Zvicër dhe me ato parë kanë blerë drejtësinë për personat të cilët janë dënuar minimalisht për pjesëmarrjen në luftrat në Siri. E kemi pas një shqetësim dhe e fundit që ishte më shqetësuese për mua dhe për neve ishte se si për shembull kishte arritur një qytetar i Republikës Kosovës me banim në Gjermani të marrë nga Gjermania pjesë në Siri dhe i njëjti të kryej veprën e gjenocidit për cilin e u dënuar me 20 vjet burg tani në Kosovë. Janë këto të dhëna, janë këto fakte, janë konkrete me të cilat ne nuk mundem me u ballafaqu sepse në fundit janë dëshmi janë me të cilat gjitha këto prova të çojnë kanë përfundim. Kanë përfundim që ndikimi i shërbimeve tuja, mbështetur nga Rusia, Irani, Serbia, partnerët e tyre po mendojnë me prek këtë habitat që thatë edhe jo. Po punojmë për ta mbajtur telekundur Kosovën, mjedisin shqiptar kudo që është në rajon, në mënyrë që ky mjedis mos çajë lajme të mira
Saksisht për parashikueshmëri, për stabilitet të tjera. Jo, dini se pas përfundimit të luftës në Kosovë, ku Serbia ishte detyruar me u largu me forcat e saj, me gjithë artillerinë e saj ushtarake, dihet qartë që kishte ndërru angazhimi i saj për Kosovën, me që ajo nuk ishte fizikisht me forcat e saj, kishte investuar në spionazh, e që në fakt njëra ndër investimet më të mëdha të Serbisë, e që po vërtetohet kjo, sepse e dini që së fundi u dënu me 6 vjet. Selimi, kisha këto në... Izre Selimi, i cili e dëshmoj, o dëshmu në fakt, me vendimin e gjykatës o vërtetu se si Serbia... Kishte grëmbullu prova dhe informacione bija serbe rreth radikalizimit fetar në Kosovë për krerët të OÇK-s, numrin e personave që kanë marrë pjesë në ISIS dhe të kthyer në Kosovë nga lutra në Siri për shuma ndryshme të parave. Dhe gjitha i kishte bashkëndarë, pranoi publikisht që ka qenë i paguar spion i bija serbe. Për mu nuk është çudi kjo punë, madje më kujtohet që... Atë kujtohet në studio shumë kohë. E kena bisedu së bashku, për emrin e përveçëm. Demo Berisha, gjithë investimin që ka bërë për të rekrutu klerik hoxhallar në funksion të një platforme që të krijoj mjedis të radikalizuar. Edhe një çështje që më bën përshtypje se ne kemi diskutuar bashkë edhe individin para se të merë mosa, dhe më thonë, institucioni Kosovës, përkatësisht Prokuria e Republikës Kosovës, e kemi diskutuar individin, por problemi është se a është vetëm ky individ, kush ishin bashkëpunëtorët e tij, kush ishin klientela e tij, ku ka operu ky, cilat zona i ka prek, çka ka sjellë, çka ka dërguar në Beograd, çka ka pru Beogradit këtu, janë shumë çështje që lidhen pastaj në dënim minimal. Dënimi për 6 vjet për spionazh. Mbase ka dhënë informacione, zoti? Nuk është thonë që i njëti ka minimalisht mbase uroj që po. Unë kujtoj që në kuadër të normativeve përkatësisht Kodit Penal i Republikës Kosovës se ka para po, dhe me thonë pranimin e fajësisë, ku prokuria bën një kërkesë minimale për dënim, për shkak se i njëti bashkëpunon dhe nxjerr informacione në dobi të çështjes së Kosovës. Nuk kam një informacion të tillë, nuk e di nëse kjo ka ndodhur, por ajo që e di se kemi një dënim minimal, uroj që të jetë ajo që ju thatë se është në nivel, uroj që tjetë edhe ju po hamendësoni, megjithatë uroj dhe ndoshta po thane dhonë që tjetë një dënim minimal për shkak bashkëpunimit që ky ka pranuar me pas, dhe besoj që në këtë aspekt shumë më mirë është institucionet tona të kuptojnë më tepër rreth ndikimit që ka pas. Dhe ne përsëris i dënuari me 20 vjet burg për genocid në Gjermani ishte burri i një sërbe, vajza e një generali sërb, të cilët ishin martu në Gjermani. Shpresa, po ishte kush? Jo, Morat Dërnjani është i dënuari i cili ishte i martuar me një grua, ajo grua ishte një fakt ishte vajza e një generali të Serbisë aktuale, kishte shku në Gjermani, ishte martu me Morat Dërnjanin, kishin shku bashkë në Siri, dhe më pas ajo dhe një Gjerman që kishin shku, sepse kishin shku 4 persona, ky dhe Serbia, dhe një Gjerman dhe një Gjermane, dhe më 4 persona, në ndërkohë ishin vrarë kjo Serbia dhe Gjermani, Morat Dërnjani bashkë me një Gjermane, shtetase Gjermane, ishin nisë në drejtim të afërsi kufirit me Turqinë, autoritetet amerikane duke operuar në territor bashkë me forcat e ushtrisë lirë siriane, kishin arrit me i arrestu, ishin mbajtur për 4 muaj nëse s'gaboj në Turqi, dhe më pas gruan e kishin dërguar në Gjermani e Morat Dërnjani në Kosovë. Ajo kishte bashkëpunuar me autoritetet gjermane. Morat Dërnjani fillimisht ishte dënuar në Kosovë për pjesëmarrje në luftën e UA me 7 vjet burg, dhe ditën që ishte liruar në dalje të burgut ishte riarrestuar me kërkesë të autoriteteve gjermane për veprën tjetër për cilën tani më dënuar 20 vjet që kemi të bëjmë me genocid, që është shqiptari i parë që është dënuar me një vepër të tillë. Çka do të thotë se një serbe përmes një generali serb kishte shku e kishte rekrutuar një qytetar të Republikës Kosovës në Gjermani, kishin shku në Siri, kishin kry veprimet për cilat shërbimet e huaja serbe kishin për qëllim sidomos në pjesën e ISIS-it, dhe dëshmia e fundit është edhe që ndoshta do të kemi edhe arrestime të tjera, nuk e di se çfarë niveli po performon Prokuria e Republikës Kosovës, përkatësisht Prokuria Speciale e Kosovës, megjithatë kemi prova publike me të cilat ne kemi guxim me thënë ata që kemi thënë se Serbia po investon posaçërisht për projekt zonën e Karadakut. Nëse kjo është e faktuar dhe nga institucionet zbatuese të ligjit, e faktuar që Serbia dënimi e ka faktuar. Po i fërkënduar, po ka investuar direkt për ta lëkundur gjithë mjedisin kulturor kosovar, duke radikalizuar atë me prirje
nga ISIS, nga Islami radikal. Pse nuk e ndëgjojmë asnjë deklaratë të udhëheqësve të shtetit, të pushtetit, apo edhe të opozitës mbi trendet e kërcënimit kulturor të Kosovës nga kjo lezi. Kjo ka qenë. Asnjë nuk e ndëgjojmë. Si Serbia po punon natë ditë me veprime konkrete, duke rekrutuar njerëz për ta lëkundur Kosovën, për ta trazuar Kosovën, edhe nga aspektin kulturor. Minimala që unë kam prit, në ditën e vendimit gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë në lidhje me zërselimin, minimumi kam prit që Qeveria e Republikës Kosovës me një shkrej zyrtare të drejtuar zyrave të Kujndit të Republikës Kosovës për ta dëshmuar ndikimin që e ka pas Beogradi zyrtar dhe partnerët e saj në çështjen e radikalizimit, krimit, kësaj kushte, kësaj klime në Republikën e Kosovës. Minimumi që unë kam prit. Dhe në momentin kur nuk e kam pa publikisht, nuk e di nëse kjo ka ndodhur jo publikisht, por unë kam prit që Qeveria e Republikës Kosovës, organet kompetente kanë një drejtuar Qytetit të Republikës Kosovës me ju tregu se ne vendosëm një dokument në zyrat e Kujndit në Kosovë për të dëshmuar se Serbia dhe në ç'nivel nivel ka arrit me tentu me dëmtu Kosovën e sidomos performancën e saj ndërkombëtare. Nuk e kam pa deri më tani, dhe kjo ka qenë për mua një sfidë serioze sepse heshtja është pranim vajësie apo bashkëpunim në farë forme. Dhe institucionet tona në Republikën e Kosovës ka qenë dashur që këtë çështje ta ngritin në nivelin më të lartë të shqetësimeve që Serbia ndërkombëtare dhe përmes formave të agjenda është e qartë për ta heqë Kosovën nga kursi perëndimor. Apo saktësisht. Dhe kjo po ndodh faktikisht. Dhe kanë kriju terren ku polarizon operimi tyne. Ne kemi pasur raste nderuar Ridvan ku ministra, gjyqtar apo edhe prokuror apo kryeprokuror, kemi pas përfaqësues të ndryshëm politik ku kanë bërë garë për t'ju drejtu mas media me çështje të caktuara. Por në dy çështje më të ndjeshme që e prek në drejt për drejt sigurinë kombëtare, siç është rasti i dënimit të për spionazh dhe rasti tjetër për gjenocid, unë kam pa një angazhim shtongje, dizë një farloj se kuptoj një farloj neglizhence, një farloj mos reagimi është kap në flagrant Serbia me operativet e saj nga establishmenti i saj politik, duke investuar kryek po të rekrutu njerëz me lekun gjithë atë stabilitet që ka për cilin ka investuar komuniteti perëndimor bashkë me popullin e Kosovës. Madje në vend se në momentin kur unë kam adresu shqetësimet në lidhje me Demo Berishën, ke denoncu bashkë me juve për lidhje me Demo Berishën dhe investimet pikërisht në këtë fushë, përfaqësues të institucionet tona në vend se të merren me shqetësimet që i kisha ngritur, ata kishin tentuan që të merren me mua derisa e morën informacionin që prokuria veç ishte duke trajtuar një rast të tillë, fal djemve në pjesën e policisë Kosovës, departamenti për kundërterrorizëm, të cilët realisht e kishin informuar shpejt strukturën tjetër e cila kishte menuar me humor me nxjerr mua si një person i cili pa adresoj çështje për me marr vëmendje opinionit. Dhe në fakt ato kishin thonë mos nxitoni se kemi një rast që po pritet mi ia dhon në dorë drejtësisë, në fakt kur ndodhi kjo rasti me zëselimin u vërtetu pretendimi im se si Demo Berisha, në fakt kjo është vetëm një rast, unë uroj që mos ndalojmë, sepse edhe ne duhet ta them ka pas njerëz ku ka peru, ka qenë Kosovë, ka komuniku, unë shpresoj që ka diçka, kam informacione që po punohet në këtë drejtim. Unë ju kujtohet së bashku kam përmend edhe një qytetar serb i cili ishte komandant i ISIS-it për shqiptarët e Republikës Kosovës, ishte nga Parteshi, në fakt një ditë para se policia e Kosovës të arrinin në shtëpinë e tij për të arrestuar, kishte ikë nga Kosova. A ishte, domethënë, personi i cili besohet që i ka rekrutu duke u nisë nga persona siç kanë qenë Lavdrim Axheri, Ridvan Aqifi e të tjerë, cilët më pas kishin shkuar në Siri, besohet që ka qenë personin fjalë i cili edhe ka financuar në mënyrë drejt për drejt rrugët, sepse mos të harrojmë një fakt që asnjëherë deri më tani nuk është sqaruar në mirë filli çështja e shqetësimit kryesor se si këta persona kishin arrit me i marrë mjetet të tyre financiare, edhe me ato mjete me shku drejt e Sirisë, nuk ishte shetë shumë e lehtë se kogja e kushtueshme rruga nga Prishtina deri në Siri, sidomos kalimi ilegal që duhet të bëj kufirin nga Turqia në brenda në Siri. Por në fakt e patëm një shqetësim së fundmi, ju e pa që policia e Kosovës bashkë me prokurorinë ka arrestuar
një grup I cili lidhet me pastrimin e parave përkatësisht me çështën e ISIS-it dhe krejt kjo me kërkesë të FBI, sepse s'është Kosova ajo e cila pat mundësi me na tregu që realisht FBI ka disa vende evropiane një operacion I cili prap Kosovën me një farë me detyroi me SBA-ja me partnerët e saj, me u morë edhe me një çështje të ndjeshme ku bëhet fjalë për një vlerë 80 milion euro, e cilat liresh mundna me thonë që janë konë edhe në llogaritë të këtyre farë punëve për cilat ne vetëm sapo falem, përkatësisht në lidhje me krahas krizës politike, krahas plot nëse mund të cilësohen, s'po them marrëzi politike, po veprimeve politike që reduktohen kryq të interesa personale të politikanëve në atë pushtet që ta mbajnë njëri apo tjetri. Sfida kryesore e kësaj Kosove të sotme, e djeshme e të nesërme është për ju? Për ne padyshim që mbetet siguria, për arsye se një vend I pasigurt, sidomos në aspektin e sigurisë kombëtare dhe publike, është një vend domethënë I minuar në aspektin politik, është I minuar në performancën e tij në raport me marrëdhëniet sidomos në aspektin e geopolitikës, për faktin që asnjë shtet, pa dhe Kosova nuk mund me performu pa një bashkëpunim ndërkombëtar. Ju e patë se si dha, mund të themi, sinjale shumë fuqishme bashkëpunimi Kosovë, Kroaci dhe Shqipëri, që ka të tregon që është një dëshmi publike se si ne duhet me ushtru partneriteti vetë I ka, nuk mënesh me vish me dhonë, dush edhe me marrë, paralelisht edhe me marrë edhe me dhonë, dhe janë këto marrëdhënie që krijohen dhe janë standarde që janë zbatu gjithmonë. Prandaj, në këtë aspekt kujtoj që mbetet sfida kryesore, siguria, duke u nisur nga asishtar siguria kombëtare, duke I përmend gjitha këto fakte, edhe qeveria Kurti, edhe politika kosovare në vazhdimsi e kanë përmend faktin që Serbia mbetet shqetësim serioz I cënimit sigurisë, duke investu sidomos në pjesën e spionazhit, kemi të arrestuar edhe të tjerë, jo vetëm që pritën dënim, janë dënu, kemi persona të cilët janë në dënim e sipër, kam informacione por që po zhvillohen akoma hetime serioze në drejtim të personave. Sa u shen krizat politike të Kosovës, një terren të pleshëm për depërtimin e spionëve serb sipas jush? Padyshim se kjo është, si thasha më parë, secili shtet I cili tenton me cënu sovranitetin, sigurinë publike, sigurinë kombëtare, sigurinë ekonomike, politike, të një vendit të caktuar, investimin kryesor ka në spionazh. Sepse spionazhi ka disa detyra. Një prej detyrave kryesore është propaganda. Përmes propagandave minon besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit. E dyta, dhe rezultati sot në Kosovë për ju është? Rezultati sot për ne është fitues për këto investime për cilat sapo folëm, sepse ju e keni parë që qytetarët e Republikës Kosovës kanë probleme I besu institucioneve. Unë në vazhdimsi po godas pjesën e institucioneve të zbatimit të ligjit, prokurin, gjykatën edhe policinë. Pse? Sepse në momentin kur qytetari humb besimin që për çdo çështje I drejtohet policisë, gjykatës dhe prokurisë, është arrit detyra e shërbimeve sekrete. Unë thash para pak ditë dhe duhet të përmend. Derisa kemi një polici e cila prioritet ka gjoba në trafik, derisa kemi një prokuri e cila ka prioritet paraburgimin, dhe derisa kemi një gjykatë e cila ka prioritet dënimet dhe jo lartësinë e dënimeve, atëherë neve që rrit efekti I shërbimeve sekrete të huaja për me minu besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne kemi një qytetar I cili për një vepër krejt vogël, dënohet 7-8 vjet, derisa kemi për spionazh, për shembull 6 vjet dënimin më apo mund të themi rrezik ose për terrorizëm 3 vjet kena pas, çka do të thotë që ky lloj kategorizimi I shkallës së rrezikshmërisë e vendos qytetarën e Republikës Kosovës në një pozicion për ta parë se institucionet e zbatimit të ligjit, policia, prokuria dhe gjykata janë në shërbim të grupeve të caktuara, jo në shërbim të shtetit. Dhe kjo për mua është shqetësuese, sepse thash policia është në prioritet të tiketave trafikut. Ju e keni parë për shembull që akoma në stacionet e policisë Kosovës, policë më të mirë stacionet shpallën ata që kanë shqiptuar më shumë tiketa. Ju e keni parë që ka shumë raste ku prokuria e shtetit mban njerëz në paraburgim vetëm për të performuar se po burgos njerëz dhe dalin të pafajshëm. Si mocë e suksesit nuk është paraburgimi. Ata e kanë. Ku do në botë? Prokuria e shtetit sot prioritet e ka, nuk merret me një akt akuz të mirëfillt, me udhëheqjen e hetimeve dhe sigurimin e provave dhe dëshmimeve me të cilat gjykata ka më dënu, po me paraburgim dhe tjetra gjykata për shembull ka dënu. Ne kemi pas rasti I fundit për shembull e ka dënu me 2 vjet për pjesëmarrjen në luftën e Huj dhe I njëjti duke u bazuar në dënimet e lehta që ka marrë veç 2 vjet, vjen edhe fillon me kry
veprime për cilat u shqetësua SBA-ja dhe partnerët e saj dhe kanë kërkuar një operacion për arrestimin dhe tani janë sekuestruar apo janë koptë 10 milionë euro. Besimin me partnerët. Po padyshim